Kom pas oferta më herët, Po. edhe bile u pata shku edhe u pata taku edhe me presidentin atëherë ndjerin Beni Laze 2 vite më herët, 2 vite radhazi. Po nuk ish kismet, s'po di, isha skeptik pak. A kupton? Ishin ato malet, rrugë tonë, nuk isha që isha me vozit të makinën edhe pak vështirësi ka pas në atë kohë. Edhe mi taku 2-3 herë, bile mi marrë vesh për kushte, ka kthejna shpi. I kero pishma. Hazi pishmonin shpi. 1 herë, 2 herë, pastaj 3-ën herë, ndodhi miku jem. Dini në telefon, edhe aje ka një farë nofke që më thire, haver apo vjen këtu, thosh. Ku, më thamë beslidhe, thash që tash. I mora robat në autobus, ata ishe në orë pregadit edhe më riva atje. Edhe thanë, du të me të pa, ishte kryetar është miku jonë. Gjok Jako, ishte bashkis lezë, është kryetar. Ishte kryetrajner Neptun Bajko. Edhe tha, du të me të pa. Ishte trajneri kombëtarës. Po, ishte trajneri kombëtarës. U fut edhe një lojtar brazilian, farë Gilson da Silva, i kështë qenë një repstacionit Macedonit, po se një, fshem 2 për i herë, edhe na thu se kemi lujt bashkë shumë kohë, ding dang, tha, e me ndush me nejt. Po më së është problem, më murën vesh për kushte, lajmërova në shpetha shumë për shkej lirë, qështu. A janë kanë kushtet më të mira nëse në Kosovë? Pa tash varet për etapave, se në fillim kënë tani fillun me ra, atje ka qenë mjaftu shumë për një sportist, për një djallë 3, për një djallë që për me ndërtu jetën tanë, më ka qenë mjaft mirë, për atë periudhë kohore. Dhe më thonë, unë me ato kushtim konë mjaft i knaqë, se për ndryshë dhe nuk shëndru venë.